U raportua në policinë e shtetit nga pushuesi se kishte shkelur perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e tyre. Policia kufitare ndërhyn menjëherë duke bllokuar mjetin lundrues jet ski dhe ndëshkuar drejtuesin me masë administrative 500.000 lekë të rinj. Menjëherë pas raportimeve dhe videos të dërguar nga qytetarët në policinë e shtetit, ku shfaqej një mjet lundrues tip jet ski që kishte hyrë në afërsi të bregut në zonën e Karabrunit, duke shkelur perimetrin e sigurisë dhe duke rrezikuar jetën e pushuesve, shërbimet e policisë kufitare të SPK-s Triport në bashkëpunim me njësinë policore detare bën të mundur konstatimin dhe ndalimin e mjetit lundrues, ndërsa po afrohej pranë molit të peshkimit në territorin e SPK Triport. Mjetri lundrues jet ski u bllokua në pikën e bllokimit të mjeteve lundruese afër Smillit, ndërsa drejtuesi i mjetit shtetësi EU u ndëshkua me masë administrative në vlerën 500.000 lekë të rinj. Policia e shtetit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve lundruese që të respektojnë perimetrin e sigurisë dhe të zbatojnë rregullat e lundrimit me qëllim garantimin e sigurisë të pushuesve përgjatë vijës bregdetare.